vështirësia e sfidës dihet, edhe kur shikon listën më shumë se sa për zgjedhje janë zgjedhje të detyruara të Silvinjos, shikojmë që kemi vetëm 3 futbollistë krahu të mbrojtjes, nuk ka alternativa të tjera. Shkundim Pluhuri në thonjza Aliit, Ivan Balliu që se kemi aktivizuar titullar kur ishte titullar të Rayo Vallecano dhe shpresojmë shumë tek ai tani që dhe atje ka humbur vendin e titullarit në Spanjë. Dhe do ta kemi të vështirë, do të vojmë. Hadroj që nuk luan që për largimit e Partizani pasi kampionatit në Ukrainë nis me vonesë për shkak të kushteve atmosferike dhe nuk ka minuta në këmbë, kështu që në mbrojtje kemi goxha probleme në krahët e mbrojtjes. Nuk e di se si do e zgjidhë Silvinjo, pasi janë 2 ndeshje shumë të vështira, por sidomos e para me Anglinë që ka sulmues shumë të shpejt në krah që të vënë në vështirësi. E vetmja gjë që më bën përshtypje është mungesa e Anis Mehmetit. Okej, është diskutuar jo pak në fakt. Që po luan dhe po bën shumë mirë në Championshipin anglez dhe Championshipi anglez është i niveli goxha të lartë. Kështu që mungon ai është thirrur Bruti që ka shkaktuar polemika apo dhe në një emër tjetër që mund të jetë, por gjithsesi mendoj që Mehmeti duhet ishte në këtë takim. Mungesa Hysaj? Hysaj është justifikuar me dëmtimin, është kot që mund të diskutojmë. Po, është dëmtuar dhe është detyruar, po them në kuptimin e peshës që mund të... Pasi luan sin krahun e djathtë ashtu edhe në të majtë dhe në këto momente që ne jemi pa Mitaj në mbrojtje do të ishte shumë e rëndësishme të ishte edhe Hysaj. Megjithatë, kur thuhet që është i dëmtuar, nuk kemi më çfarë të diskutojmë pastaj, sepse nuk është se ishte një zgjedhje e trajnerit apo zgjedhje e futbollistit. Janë kushtet shëndetësore fizike që e kanë pamundësuar. Si mendon në probabiliteti për një barazim se përfitore po Pjetërlioni 99%. Shumë vështirë, por të paktën probabiliteti për të pasur një barazim në këtë ndeshje. Përqindja e shmangjes humbjes, po themi, është shumë e vogël, 10 apo 15%. Megjithatë, le të shpresojmë që të jetë këtë herë ai rasti i duhur. Ka qenë Portugali, kemi nisur me një ndeshje shumë të vështirë në 2014-ën. Fituam 0-1 dhe u kualifikuam, shkon për herë të parë në Europë. Pse çudirat në futboll ndodhin shpesh tashmë, kështu që pse mos jetë edhe kjo ndeshje ajo që patin takimin me vetë dhe ta nisim bashkë. Që mos ta marrë Anglia seriozisht? Po, shiko, Anglia do të jetë... Është çështje fati, se në Portugali kur ne kemi fituar me golin e Balait,